Andri Vokri, arrestuar si dyshuar për vrasjen me çekiç të Petrit Ndou, ka shfaqur pendes për krimin para grupit hetimor. Ai është rimar sërish në pyetje pasi i ka dalë pia dhe ka deklaruar se nuk ka dashur ta vras 57 vjeçarin. I riu ka deklaruar se ishte në gjendje të dehur dhe nuk mante mend asgjë se çfarë kishte ndodhur, apo nëse personi që ishte konfliktuar kishte ndëruar jetë ose jo. Nuk mbaj mend se çfarë ka ndodhur. Isha i dehur dhe kujtoj vetëm që pash një makinë që më kishte zënë rrugën. I kam kërkuar që të largohej dhe të kaloja i pari, pasi mund të bënim aksident. Nuk më dëgjoj dhe kaluam paralel. Kur pas që makina u fërkua, dola dhe godita me çekiç. Nuk doja ta vrisja. Ndaj 28 vjeçarit rëndon akuza e vrasjes me dashje. Fillimisht ai mohoi të kishte vrarë 57 vjeçarin, por dëshmia e bashkëshortes së viktimës, dëshmitare okulare, tregoi me detaje parahetuesve dinamikën dhe motivet e krimit. Policia arrestoi për moskallëzim krimi edhe 2 shokët e të dyshuarit, që në momentin e ngjarjes ndodheshin si dëshmitar okular. Lorenz Goga dhe Fation Kulla kanë pohuar se u larguan fillimisht nga vendi i ngjarjes, të friksuar për atë se çfarë kishte ndodhur, por më pas treguan se kishin tentuar të ndalonin Vokrin, por ai nuk i ishte bindur. Petrit Ndou mbeti i vrarë pasi u godit me çekiç nga Andi Vokri, gjatë një shtjerri banal për kalimin dhe fërkimin e makinave pranë rrugës Fushkruj Mamurras.